Përshëndetje të gjithëve, unë jam Albana dhe mirë se në kanalin tim. Sot kemi një tjetër vlog dhe unë do t'iki, do më thënë e pat, besoj që po e bësha gati të tjerë. Do iki të Jumbo se dua të marrë një pemë edhe disa zbukurime, si që o thashtë dhe vlogu kaluar, kështu që u bëra gati edhe dola. Tani po shkoj atje dhe ola, ka rëmbor! Hajde të bashkë. Mas ka rëmbor të dajt. Hajde të bashkë. Ua, prandaj ka qenë kaq ftohtë. Po dje. Ua, sa qef. Po s'pas ka zbrit deri aty ku është ajo e dajtit. Do të shkojmë sa të afrohet. Ua, sa qef. I can feel it slipping away, treading water, yeah, what's the use? I just say playing these games, slow drip soft in the light, come on baby. Sa era në dyqanon, erdhi dhe një nuse për na dorëzuar fustanet, edhe vellot edhe çdo gjë tjetër janë këtu të dyja. Kam ardhur në dyqan, si që o tregova dhe pak më përpara, mirë po kanë kaluar goxha orë që nga momenti i fundit sepse kisha shumë punë, edhe tani kam hequr edhe ato lulet që ishin atje, e kam larë vendin në mënyrë që të filloj të vendos pemën, por si do ta bëj unë pemën këtë vit? Atëherë, kam marrë 3 lloje fjongosh, kam marrë vetëm nga një pako, nuk e di se sa do më dalin, sepse pema është më e madhe se ajo që kam pasur te shtëpia normalisht, 1,82 mos gaboj, është i gjatë, domethënë është edhe më e madhe se sa unë. Gjithsesi, kam marrë këtu të treja, kam marrë këtë të trashën, të hollën, edhe këtë me xixë. Dhe do shoh, domethënë se do më dalin. Nëse nuk do më pëlqej, do shkoj që të marr sërish në një pako tjetër. Do shkoj të marr në një pako me këto me xixë, se besoj se duken shumë bukur te pema. Kam zgjedhur ngjyrat e bardha që të kombinohet edhe më shumë me dyqanin. Dritat gjithashtu janë të bardha, është 15 metër gati, vetëm me drita, edhe pemën që e ka marrë jeshile këtë herë. Nuk e di pse, po janë bërë shumë neutrale këto kohë dhe më pëlqejnë gjërat që duken sa më natyrale. Edhe prandaj mora këtë pemë kështu. Tani, të filloj të ta vendos, avash nuk e di a t'i bëj fjongot një herë apo fjongot t'i bëj te pema, t'i lidh direkt te pema, se nuk kam marrë një lidhse që t'i lidh. Nuk e di si doja bëj, por po pres të më thahet pak ai vendi atje, edhe të nisim ta vendosim bashk. I hapa dritat që ta kem më kollaj për ta vendosur, po më duken pak, shpresoj që të më dalin. E kam fiksim, po nuk u çava. Okej, ja hapa edhe degët dhe duket kështu. Okej, më duket mua, e madhe është. Mund të kisha marrë dhe 2 metroshe, po që do bëja deri aty sipër. Po mendojsha shumë gjatë, se kush e hapte edhe me kaq dhe u lodha. Po okej, mendoj se kam hapur mirë. Tani do të vendos dritat. Christmas lights are all around. I can see them now. It's like they spell your name. It's insane. Now we're back here once again. Holiday. Mendoj se vërtet nuk ka drita mjaftueshëm, por gjithsesi t'ju tregoj pak se si po i bëj fjongot. Kjo është fjongoja e parë. Tani nuk është se ka dalë aq bukur, po nga larg duket okay. Thjesht mendoj se do bëj pak më të gjata, se më duket pak e vogël kjo, që të dali sa më lezetshëm. Okej, po bëj gati dhe fijet, bëra edhe këto të hollat vetëm për ta parë se si dukej te pema, edhe nga kjo e trasha do të bëj sërish sepse kam ende goxha, domethënë kam shumë. Edhe më ka ngelur kjo që do ishte lezetin pemës, besoj. Kam vendosur disa që t'i shikoj, edhe kjo e holla po del shumë cute, po dhe kjo e trasha e lezetshme është, kam vendosur edhe nga kjo përpara sigurisht. Okej, po e merr formën e vet. Mos e vini re rrëmujën këtu. Sikur filloi të mbushet kjo, po më duket se do akoma më shumë. Nëse nuk kam vendosur akoma ato të trashat, shumë pak të trasha kam vendosur, vetëm këtë fije në hollë mbarova që të gjithën, dhe ato meshkëlqin do t'i vendos në fund. Këto fjongot me dizat që kanë më të vështirat për të vendosur, se të ngelin dizat kudo, domethënë, edhe me zor përthyhen, por që do e dalim. Dhe kështu duket e përfunduar deri më tani, se me sa po shoh po më mbushet mendja që të vendos edhe ndonjë top. Por duket shumë cute, më pëlqen. T'ja tregoj edhe nga jashtë si duket. Ja, dhe nga jashtë.
Me pemën mbaruam, por unë kam vendosur në një manekinat që të shkojnë sa më bukur në vitrinë dhe po thoja që me pemën vërtet mbaruam, por duhet të pastrojmë. Kutinë do ta ruaj sigurisht sepse nuk dua që të kem të hallokatura gjërat këtu në dyqan, edhe do ta vendos tek magazina ime e vogël që është atje dhe që e kam pastruar dhe e kam rregulluar dhe ka dalë shumë mirë. Mirë, po do të shtoj edhe një kuti tjetër. Edhe ta fshi pak këtu dhe të iki sepse ka vajtur ora 6:30. I'm not gonna play it safe. Mirë mëngjesi nga dita tjetër, jam bërë gati, edhe nuk po shite dyqanin tani, po do t'i takoj Giselën, sepse ajo ka një udhëtim, kështu që nuk do takohemi për disa ditë, edhe më shkruajti që do vish të pi një kafe, se nisër fëtëroj unë, kështu që po dalë të pi një kafe me ta. Edhe do bëjmë ja 2 video për TikTok, kështu që na ndiqni që të 2 javë në TikTok, po ja u lë këtu të 2 adresat. Edhe tani të nxitoj që mos bëhem vonë, se e dini ju që vonohemi çik, unë kam çik si fiksim, çik fare. Edhe kemi gjetë një cep këtu njerëz, nuk e di sa foto video kena bë, po e kemi dalë. Po, normal. Jemi shumë okay. Një shumë? Shumë jam Gisela. Nga 5 maj. Drële. Kam ardhur në dyqan pas disa orësh të mira kafe me Giselën, takuam edhe një gocë tjetër që çuditërisht e njihte edhe Gisela edhe unë, edhe ulëm edhe me të pak në kafe, na erdhi na ndihmoi për disa nga videot që kemi bërë për në TikTok, edhe unë kam ardhur në dyqan. Nuk kisha çuar fustanet që u tregova dje që mu dorëzuan nga nusja në pastrim kimik, kështu që i bëra gati dhe t'i marr sot kur të iki. Gjithashtu do të marr me vete librezat, se i kisha harruar. Unë i kam vendosur qëllim vetes që çdo gjë të paguaj përpara datës 20 të çdo muaji. Pra 20 nëntor do të kem kryer gjitha pagesat e mia. Mirë, po këtë herë unë hutova dhe ka vajtur data nuk e di se sa, është 20 plus edhe akoma si ka paguar, kështu që i mora me vete sot që kur të vim nesër në mëngjes për në punë, ti paguaj që në mëngjes e ti heq qafe, si detyra shtëpie që i kam. Edhe fustanet do t'i çoj patjetër, mos t'i harroj dhe ato. Edhe kështu do me thënë thjesht kam ndryshuar manekinat, sepse unë kisha 2 manekinë në stil Kardashian që janë ato, sepse kanë belin shumë të vogël edhe pjesën e viteve shumë të madhe, mirë po nuk ngjajnë bukur fustanet tek këto manekinat. Kam harxuar lekët kot për pak fjalë. Dhe kam marrë një manekin normal me trup small, normal si çdo vajzë e mundshme. Edhe kam vendosur fustanet e ngushta tek ajo. Ja u tregova edhe dje mos gaboj te vitrina. Nëse jo, do t'ja u dërgoj tani. Edhe kështu këto gjëra kam bërë. Për të pastrova dje dyqanin pasi vendosa pemën. Edhe këto gjëra kam bërë, kam qëndruar edhe në Instagram, jam munduar të editoj edhe video të YouTube-it, siç po shikoni, jam kthyer fuqishëm dhe po jam goxha aktive. Edhe kam marrë dhe fustane të reja, okay, për festat e fundvitit, me xixa, fustane me mëngë të gjata, mund të jenë të shkurtra, po janë me mëngë të gjata. Edhe me xixa me gjëra, kështu që të shkëlqeni për mbrëmjet që ju e bëni. Edhe kaq do t'ju thoja, t'ju updatoja. Tani do qëndroj edhe pak në dyqan, të bëj edhe disa gjëra të tjera që më kanë mbetur, edhe do të iki sepse po më hahet bukë dhe nuk kam kryer as edhe një gjë. Edhe po më kryet dora e djathtë. Çfarë dora e djathtë? Do marr lek apo do jap lek? Nëse do jap lek nuk po e kruaj më, nëse do marr lek po e kruaj shumë që të marr. Tani po qëndroj edhe pak të mbaroj disa gjëra të tjera që më kanë mbetur dhe më pas do të ikim në shtëpi, kështu që me shumë mundësi bashkë do të shihemi nesër. Mirë mëngjesi nga dita tjetër, jam bërë gati edhe do dalë për të shkuar në punë sigurisht. Mirë po, filloj prap shiu, nuk e di mbrëm, super shumë shi dhe sot në mëngjes po binte akoma edhe më shumë, kur flas në mëngjes bëhet fjalë për orën 7-8, e kuptoni, tani është ora 9 e ca. Edhe ka pushuar pak, mami im ka marrë çadrën time, sepse të vetën e ka lënë te puna, kështu që unë do të nxitoj që të shkoj deri te marketi, të marr një çadër tjetër, edhe të paguaj ujin dhe dritat, këtu te lagja, të shkoj te dyqani edhe mos të dal më nga dyqani. Aq shi po bie.
Kështu që ikim, mos të vënohem edhe mos më zëri shiu, se tani ka pushuar pak, kështu që të vrapoj, të përgatitem që mos më kapi rrugës. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Yje sot jam marrë me qëndisjen e fustaneve për bebushe me koleksionin e ri që po sjellim, edhe sot morëm lajmin e trisht, e di që ju po e shikoni shumë ditë më vonë këtë vlog, po realisht u mërzita shumë për shpatin. Do me thënë, okej, ishte vërtet, ishte larguar nga muzika prej kohësh, okej, ka bërë këngë të reja, po jo si që ka qënë për para, do me thënë. Edhe realisht kur po vija për në punë edhe lexova lajmin, më ka ardhur shumë keq, shumë i ri, vetëm 40 vjeç. Edhe imagjinoni, do me thënë, të shkosh në një shtet të huaj për të vizituar djalin tënd, edhe të mos kthesh do të më vetë, do me thënë, nuk e di. Më ka ardhur realisht shumë keq. Unë shpatin e kam takuar para shumë vitesh kur unë kam qenë një adoleshente, ose 12 vjeç ose 13 vjeç, nuk e di. Rreth kësaj moshe kam qenë. Po shkonim tek Top Channel për të parë Portokallin, kishim bileta, edhe shpati ishte jashtë Top Channelit, priste makinën që dinte ta merrte, edhe unë nuk kisha as edhe stereolaps, nuk kisha as e telefon në atë kohë, nuk kisha asgjë që mund të ruaja një kujtim ose diçka. Dhe ka shkuar brenda, ka marrë stereolapsin, ka marrë letrën, edhe në një më ka shkruar një autograf për Albanën nga Shpat Kasapi. Do ta kem tek gjërat e mia të kujtimeve, po thjesht fakti që unë mundua të gjej letrën, të gjej stereolapsin, të më jepte mua atë copën e vogël të letrës me një shkrim, ishte, nuk e di, ishte vërtet njëri shumë pozitiv. Po kështu vjen jeta, nuk e di. Kam gjithë ditën sot që ndihem realisht shumë e trishtuar, edhe është një humbje se këngët që ne kërcejmë më shumë, që kemi dëgjuar më shumë të Shpatit, se di, s'do jenë më njësoj, edhe ta hedhësh vallën tani, vallën kosovare tani, edhe nuk tingëllon më njësoj. What to do? Kjo është jeta, edhe shpresoj që të mos shqetësohemi shumë për gjëra që nuk duhet të shqetësohemi, që ne vrasim mendjen më shumë nga ç'duhet, po ta shijojmë se nuk e dihet, sot je, nesër s'je, kështu që veç ngushëllime, se di, kujdo që ka pas pranë Shpatin edhe fansave, po se ka shumë dikës të mirë që din muzikën e mirë. Edhe kështu tani kanë kaluar goxha orë të mira që kam ardhur në dyqan, edhe thjesht po mundohem të shikoj çfarë gjërash të reja mund të sjellim, dhe kur do të mundem të postoj unë fotot e reja, sepse kam fustane shumë për dimër që duhet me i nxjerr, sepse po vinë festat e fund vitit edhe ju duhen fustane. Kështu që do mundohem që t'i bëj sa më shpejt dhe të riorganizoj dyqanin, sepse po sillim edhe fustane të reja nusesh, edhe shumë gjëra të reja, edhe nuk e di se si do e realizoj, edhe pse dyqani është goxha i madh, është gati 100 metra katror, nuk e di nëse ja u kam thënë ndonjëherë. Mund të lëvizësh ligjërisht për dyqan, se di, domethënë trotullohesh, të kërcesh, të shtrihesh, të bësh çdo gjë. Kështu që do mundohemi për një plan tjetër, sepse fustanët po shtohen, çdo gjë po shtohet, edhe na duhet vend, na duhet hapësirë. Dhe vendin e kemi, por duhet ta organizojmë sa më mirë që të dali sa më bukur. Madje tani unë do të filloj të punoj edhe me dysha mia që kam porosi. Njërën e kam në ngjyrë të kuqe, kështu që do jetë hera ime e parë që bëj një shamin nuse jetë të kuqe me iniciale, edhe me zipopres, edhe këtë ta nxjerr sepse do jetë besoj shumë e veçantë. Realisht në zipopres, edhe do të një të kuqe, një të bardhë, kështu që do t'ja bëjmë të dyja. Duhet të nis ti punoj, por si fillim do të shkoj të marr copën, sepse e kam lënë pak pas dore, rruzat, çdo gjë tjetër për shamin e kuqe, sepse nuk kam as edhe një gjë
të kuqe në dyqan, përveç disa fustaneve që janë gati. Por më duhet të blej copën, ruazat, fjen e perit, që të nis me një herë me punën. Por mund të nis të bardhën ndërkohë që ta mbaroj dhe ta i qafe. Hello njerëz nga disa ditë më vonë. Sot është e diel, unë bëra një dush, bëra çik flokët, u lyva pak, edhe sot neve kemi njerëz për dark. Ju këtë njerëzit i njihni. Njerëzit. Do me thënë, është djali tezës me nusen edhe me kalamajt e vet. Unë doja që ta nisja video më përpara sa të vinin ata, mirë po u vënova pak. Më kuptoni ju besoj. Edhe na ka ardhur këtu. Asja pse nuk vjen? Pse nuk vjen? Përshëndesësh. Ndjekësit e mi. Hajde vetëm bëja kështu me dorë. Hajde. Jo më këtu. Prit. Okej, prit se do të xhiroj, prisni. Okej, prit. Ha, si që të thoje? Përshëndetje. Bravo. Ja qa bëjmë neve këtej. Ha, si do të tregosh se qa po bën tezi pipa. Po, të tanës për fillimi që ka bërë. Ha, e ka bërë Mesaj. picën me... Aha. Dam kaçkavall dhe me ton peshku. Bravo. Kjo është pica numër 1. Do të tregojmë të tjerat, pastaj se do bëj 3 copë sot. Okej. Pica e dytë është me salcë, me salam dhe me djathë kaçkavall. Gati për prezantuar picën e tretë. Po. Picën e tretë po e bën me salcë tomateje, Aha. atë një shumë se të za. I pi gjithu të hajë. Ha pra, do të prezantosh që po jenë aty apo jo? Po. Pasala. Kërpuza. Kërpudhat, okej. Besoj që do hedhi dhe djathin. Sigurisht që po, se pa djath Po. pizza nuk bëhet. Delicious. Won't stop for traffic lights. Janë që e ki po pizzës? Ja ke ngrën salamin. Ku e ki salamin? Kam. Vetëm babin takon kë. Dhe kështu kaloi dita e djeshme, kemi ngrënë, kemi pirë, jemi kënaqur pafund, fëmijët nditen shumë mirë. Realisht do ta bëjmë më shpesh këtë mbledhje kështu, sepse edhe ndryshojmë pak, po edhe kënaqemi shumë. Domethënë, ai ndryshim i vogël të jep një gëzim shumë të madh. Dhe dje nuk pata mundësi që ta mbyllja vlogun, kështu që thash ta mbyll sot në mëngjes, edhe t'ju falenderoj shumë që më ndoqët, mos harroni të na suportoni me një subscribe, me follow në Instagram Albana Visposha Inas, edhe ne do të shihemi në videon tjetër.